Përshëndetje të nderuar shikues, ja ku po ritakohemi sërish së bashku në fakt si edhe çdo ditë tjetër me emisionin Gjurmët. Dhe si që dini, aty ku ka zëra, aty ku ka le të themi zjarr dhe ndodhi, ne jemi aty për të diskutuar ato çështje, për t'u sjell më afër jush gjitha ngjarjet, duke munduar që t'i kemi edhe aktorët kryesor këtu në studio për të folur mbi këto tema, për t'i zgjeruar në detaje pak më të shumta dhe pse jo edhe për të dhënë edhe një dimension tjetër mbi atë çfarë thuhet në publik dhe çfarë i ofrohet opinionit publik. Ne në fakt ditën e sotme do t'ja dedikojmë Safe City-t. Kur i përmendim këto dy fjalë, apo qyteti i sigurt na është bërë më si nuk e di si të marrin frymë, sepse aq gjatë diskutojmë mbi Safe City-n, aq kohë ka kaluar nga momenti kur së pari u propozua si një ide e deri në ato muajt e provës të cilat i kishim, e tashmë si një sistem aktiv i cili sanksionon të gjitha shkeljet në trafik, kështu që na është bërë më përditshmëri. Ato kamerat e sigurisë na e bën si të shtëpi, si kemi mësuar gjitha pozicionet e kamerave në trafik. Por Safe City me vete ka sjellur shumë debate, ka sjellur shumë iniciativa të ndryshme, ka sjellur shumë pakënaqësi, si nga qytetarët, por edhe nga organizimet të ndryshme të qytetarëve dhe në fakt të shumt ishin ata të cilët ngren pikpyetjet, ngren dyshimet mbi atë se përse porosit apo mesazhet të cilat neve na vijnë në telefon, nga të cilat ne informohemi që kemi bërë një shkelje dhe që jemi sanksionuar për të njëjtën, janë vetëm në gjuhën maqedonase. A nuk do duhesh të njëjtat të jenë edhe në gjuhën shqipe, pra të vinë në dy gjuhë së paku, në mënyrë që të gjithë qytetarët të mund të informohen në mënyrë të saktë në gjuhën e tyre mbi sanksionet mbi shkeljen që kanë bërë. Dhe në fakt ky debat nuk mbeti vetëm le të themi kështu në ajër, ky debat u qua deri në gjykatën kushtetuese me 3 iniciativa të ndryshme dhe në fakt ditën e djeshme ishte dita në cilën u kurorëzua le të themi e tërë kjo zhurmë ku u diskutuan këto iniciativa. Në fakt edhe u hodhën poshtë të njëjtat sa i përket përfshirjes së gjuhës shqipe në këto SMS porosit të cilat ne i marrim. Për diskutuar pak më gjerë dhe për të parë në fakt se çfarë na thot kushtetuta, çfarë na thonë ligjet, a kemi shkelje të kushtetutës në ato deklarata të cilat u dhanë brenda seancës së gjykatës kushtetuese. Së bashku me mua këtu në studio është Osman Kadriu, gjykatës në gjykatën kushtetuese. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Mirë se u gjetëm. Ju faleminderit për thirrjen. Faleminderit për shpinën e juaj të njohur, mirë të njohur për publikun, informative, natyrisht përshëndetje të sinqerta për gjithë teleshikuesit e televizionit Allsat. Gjykata kushtetuese ka kohë që është në qendër të vëmendjes me iniciativa të ndryshme. Bëni punë të palotshme çdo ditë. Po është evidente me qenë se shikoni gjykata kushtetuese si organi veçantë i shtetit në shumë shtete që kanë të vendosur gjyqësinë kushtetuese, edhe tek ne, kompetenca e parë, edhe shumë e rëndësishme, është kompetenca që quhet kushtetueshmëria dhe ligjshmëria. Kushtetueshmëria dhe ligjshmëria e gjykatës ushtrohet dhe zhvillohet në atë mënyrë që në gjykatë ushtrojnë iniciativa të ndryshme, kërkesa të ndryshme, prapësime të ndryshme, duke përfshi edhe një lami të veçantë edhe shumë delikate, e cila e ka gjykata kushtetuese kompetencë, kërkesa të qytetarëve për shkeljen e të drejtave dhe lirive të tyre në lami konkrete nga organet konkret, me akt individual ose me një veprim individual të organit. Duke marrë parasysh vetëm këta 2 kompetenca që përmenda, të drejtat dhe lirit e njeriut dhe mbrojtja kushtetuese para gjykatës kushtetuese, edhe në 2 ajo që ka quhet dhe me thanë kushtetueshmëria dhe ligjshmëria është masë e rëndomt se gjykata kushtetuese gjendet para një numri shumë të madh të landëve, të cilat landë janë formuar konform iniciativave të parashtruara, me një theksim të veçantë se në sistemin tonë juridik dhe politik, kur punohet për iniciativat, iniciativë për të ushtruar në gjykatën kushtetuese ka çdo qytetar, çdo person juridik, çdo parti politike, çdo asociacion, duke përfshirë edhe organet e shtetit dhe institucionet. Do me thënë, tek ne nuk ka, ju lutem, limit ose një numër i kufizuar, numerus clausus, se kush mund të jenë iniciues në gjykatën kushtetuese. Duke marrë parasysh edhe këtë rrethan, edhe këtë kriter, nuk është e rastit që para gjykatës kushtetuese ka edhe tash kemi një numër të madh të landëve
të cilat janë formuar konform iniciative të ushtruar e të cilat lanë natyrisht me pregaditjen profesionale të gjykatës, në fund gjykata duhet sjell edhe vendim konkret. Në fakt, dita e djeshme ka qenë për opinioni kanë qenë sytë e drejtuara nga seanca e cila u mbajt në gjykatën kushtetuese. U dhanë deklarata të shumta nga gjykatës brenda për brenda seancës, mirë po deklarata e cila bëri le të themi zhurmën më të madhe është deklarata e kryetarit të gjykatës kushtetuese, zotit Konstantinovski, i cili shpreh qëndrimin e tij mbi rastin e mesazheve. Unë do kisha dash para se ne të kalojmë dhe ta komentojmë tërë këtë situatë, ta ndjekim pak, ta rikujtojmë gjithë atë që ka thënë zoti Konstantinovski dje sa i përket mesazheve të marra nga Safe City edhe në gjuhën shqipe. Не смееме да заборавиме дека македонскиот јазик е официјален јазик на оваа држава, по нашите закони и познавањето на македонскиот јазик е и право и должност за секој еден граѓанин, значи не случајно е ставено и должност, и на македонски и на англиски јазик. Зашто на англиски јазик? Затоа што странец може да направи прекршок. Kjo ishte deklarata e cila ka qarkulluar edhe në media dhe në rrjetet sociale e kryetarit të gjykatës kushtetuese. Zoti Osman Kadriu, du të ndalim fillimisht tek qëndrimi juaj në seancën e djeshme, në atë se cili është këndvështrimi juaj mbi këtë çështje, mbi mesazhet e marra nga Safe City vetëm në gjuhën maqedonase. Po shijoni ju se e kam përcjell seancën tërësi, për informimin e juaj dhe të opinionit, gjykata kushtetuese ka sjellë një vendim gati para një muaj që seancat e gjykatës të incizohen drejt për së drejti. Kjo ka qenë një akt të cilin e ka falenduar në veçanti edhe Bashkia Evropiane, që të mundsohet qytetarët të njoftohen në mënyrë transparente, aty për aty, më njëherë se çka ndodh, si punon gjykata kushtetuese, si sjell gjykata kushtetuese vendimet, dhe çfarë qasje ka gjykata kushtetuese ndaj çështjeve të cilat janë kompetencë të gjykatës kushtetuese. Dhe çështjen që e përmendet ju rreth gjuhës. Ne në seancën e djeshme e kishim në rendite 3 iniciativa të bashkuara në një land për çështjen e ligjit për ndryshimin dhe përplotësimin e ligjit për kundërvaqje, i miratuar në fund të janarit të këtij viti, i cili ligj hyni në fuqi prej një shkurtit edhe tash është në fuqi juridike dhe prodhon efekte juridike. Të 3 iniciativat, 2 iniciativa janë prej 2 partive politike, faktikisht një parti politike, por e ndame në 2 krah, siç është e njohur, edhe një person fizik. I shqyrtuam në veçanti kretë ato vretjet që i dhanë. Vretjet ishin, lutem, shumë të arsyeshme. Një prej vretjeve cila ishte juridikisht edhe politikisht mirë e argumentuar, përdorimi vis-a-vis mos batimi i gjuhës shqipe në procedurën për kundërvaqje. Kishte edhe vretje tjera. Unë veçanti u përqendrova në çështjen e gjuhës edhe mos respektimi të rregullit ose të normës kushtetuese se në Maqedoni gjuhë e dytë zyrtare është gjuha shqipe. Edhe pse kushtetuta nuk e përmend gjuhën shqipe, por përmend Bashkia Nacionale e cila jeton në territorin e Maqedonisë, por në përqindje jo më pak se 20%, por prapë ajo i dedikohet vetëm gjuhës shqipe, se nuk ka bashki tjetër nacionale cila është më e madhe se shqiptarët në Maqedoni. Çështja e përdorimit të gjuhës shqipe në këtë procedurë, lutem, ka qenë në tërësi e anashkaluar. E mbrojt atezën, e mbrojt edhe tash, edhe nesër, edhe çdo herë. Kur një të drejtë, si që është përdorimi i gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, e garanton kushtetuta, organi ligjdhanës që i sjell ligjet,
nuk guxon me ligj ta kufizon të drejtën kushtetuese, nuk guxon me ligj ta kufizon të drejtën kushtetuese, të mos them edhe atë më të keqen që organi ligjdhanës me ligj të abrogon të drejtën kushtetuese që ja garanton kushtetuta. E kundërta, kushtetuta e obligon parlamentin që të sjellë ligj që atë të drejtë që e garanton kushtetuta, punoj do me thonë për gjuhën shqipe, edhe theksova edhe theksoj edhe tash, përdorimi i gjuhës shqipe nuk është vetëm me drejtë individuale pjesëtarëve të shqiptarëve në Maqedoni. Përdorimi i gjuhës shqipe dhe gjuha shqipe gjuhë zyrtare është e drejtë kolektive nacionale shqiptarëve në Maqedoni. Pik. Edhe këtë çështje e mbrojta. Unë thash se ligjdhansi, ju lutem, e anashkalon vetë kushtetutën, a kushtetuta e obligon ligjdhansin që të sjellë ligj, jo ta garanton gjuhën shqipe. Gjuhën shqipe e garanton kushtetuta, ligjdhansi të mundson dhe të siguron zbatimin e saj në praktikë konkrete. A në praktikë konkrete do të thotë përveç të tjerave, në institucionet shtetërore, edhe në procedurat gjyqësore. Një për procedurave është edhe procedura gjyqësore e cila zhvillohet për kundërvajtjet. Këto vretje i elaborova, opinioni i kanë dëgjuar diskutimin tim, edhe vretja e dytë që kishte poshtu, a kjo vretje ishte edhe prej të gjithë iniciatorëve, se kushtetuta përveç të drejtave të shumta që i sankcionon me norma kushtetuese. Për informimin e juaj, 1/3 e dispozitave kushtetuese nga numri i përgjithshëm i dispozitave që posedon kushtetuta, 134, 1/3 janë dispozita të cilat drejt për së drejti i rregullojnë e garantojnë çështjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe qytetarit në Maqedoni. Një prej atyre të drejtave është edhe mbrojtja e të dhanave personale. Në këtë procedurë tash që zhvillohet, në procedurën për kundërvajtje, organet edhe shërbimet profesionale të policisë, të Ministrisë të Punëve të Brendshme, kanë mundësi, u jepet mundësi me ligj, që nëpërmjet incizimeve, nëpërmjet pajisjeve tjera elektronike për kontrolin dhe mbikëqyrjen e kundërvajtjeve dhe kryesve të kundërvajtjeve të vinë në të dhëna konkrete prej qytetarëve, prej drejtuesve të automjeteve. Ato të dhëna, ligji i trajton të dhëna personale, edhe kushtetuta në veçanti si parim kërkon që të mbrohen ato të drejta, të mbrojt fshekësia e tyre. Me mbrojtjen e këtyre të drejtave edhe të dhanave personale, mbrojt identiteti dhe personaliteti i identitetit të çdo njeriu në Maqedoni. A kjo ka peshë të veçantë. Sa aty ju lutem kemi të bëjmë domethënë me të dhana që i takojnë edhe sferës private, sferës intime, sferës profesionale, e shumë me radhë, edhe parashtrohet pyetja. Këto të dhana që i sigurojnë shërbimet e Ministrisë për Punëve të Brendshme, në procedurën për kundërvajtje dhe përgjegjësi për kundërvajtje, ato përgatisin informata të ndryshme, përgatisin raporte të ndryshëm, bëjnë përpunimin e këtyre të dhanave personale për nevojat e tyre. Parashtrohet pyetja, vallë, çka të ndodh me fatin juridik të atyre të dhanave? Kush u garanton qytetarëve se të dhanat e tyre personale të siguruara dhe të pajisura nga policia nuk do të kesh përdoren? Unë edhe për këtë çështje pata rezervë se kjo dispozit duhet shumë mirë të sqarohet nga aspekti i mbrojtjes të drejtave të qytetarëve dhe në veçanti prej korpusit të drejtave, prej katalogut të drejtave, edhe ato të drejta që kanë të bëjnë me të drejtat të dhanat personale, për të cilat kushtetuta theksohet se fshekësia e tyre duhet të mbrohet. Me mbrojtjen e fshekësisë të tyre, mbrohet edhe identiteti i njeriut, mbrohet edhe personaliteti i çdo njeriut.
Kjo mbrojtje, ju lutem, nuk sigurohet. Kjo jep mundësi që organet e policisë, shërbimet profesionale të policisë, kinse këto të dhana i siguruen edhe me këto të dhana pajisen për çështje domethënë të zhvillimit të procedurës, i përdorin domethënë që të formohet landa edhe landa të shqyrtohet në procedurën administrative dhe në fund në procedurën gjyqësore kur punohet për përgjegjësinë. Këtu domethënë ne nuk kemi mbrojtje të garantuar me ligj. Prandaj këtë pjesë të ligjit unë kontestova dhe shpreha mendim të veçuar edhe për informimin e juaj dhe të opinionit. Në tërësi i pranova vretjet që i dhanë të gjithë iniciatorët e iniciativat e tyre, edhe ato më dhanë mundësi që unë në fund të sjell konkluzion. Propozimin që të hudhen iniciativat të mos e pranoj. Edhe votova kundër. Edhe dy kolegët e mi të respektuar, po ashtu vetuan kundër. Kështu që vendimi që u thanë në mjetet e informimit se kinse një zëri është sjell vendimi që të hudhen iniciativat nuk është e saktë, vendimi është sjell, ju lutem, vetëm me shumicë votash që nuk kupton me 5 vota. Me 5 vota, me qenë se përbërja e tashme e gjykatës numëron 8 gjykatës, mungon edhe një i cili duhet të zgjidhet tash në një periudhë të shkurtër të arsyeshme, në një afat të arsyeshëm. Në fakt, këto dy aspekte të iniciativave për cilat ju folët janë diskutuar aq shumë dhe qytetarët janë edhe të shqetësuar, ndoshta me të drejtë të plotë të tyre sa i përket të dhënave fillimisht individuale, personale, por më pas edhe përdorimit të gjuhëve. Ne do vazhdojmë këtë diskutim edhe mbi kushtetueshmërinë e këtij vendimi të gjykatës, por vetëm pas publicitetit do rikthehemi vetëm pas pak. Ja, ku po rikthehemi edhe pas publicitetit këtu në studio dhe do vazhdojmë të flasim mbi vendimet apo hedhjen poshtë iniciativeve nga ana e gjykatës kushtetuese mbi përdorimin e gjuhës shqipe në mesazhet të cilat vijnë nga Safe City për shkeljet të cilat ne i kemi bë. Vazhdojmë të jemi me gjykatësin e gjykatës kushtetuese Osman Kadriu. Ju në fakt në mënyrë të detajuar na elaborua tërë qëndrimin tuaj. Fatkeqësisht edhe pse me 3 vota kundër u hodhën poshtë iniciativat e sjella deri te gjykata kushtetuese. Mirë po, diçka që ka shqetësuar opinionin publik është qëndrimi i kryetarit të gjykatës kushtetuese, Zoti Konstantinovski, i cili shprehet se gjuha maqedonase është gjuhë zyrtare dhe se do të ishte mirë që këto porosi, këto mesazhe të pranohen edhe në anglisht për shkak të huajve të cilët ne mund t'i kemi në vend. Si e shihni këtë qëndrim të Zotit Konstantinovski? A përbën shkelje të drejt për drejt me atë që ju deri tani e elaboruat? Po shgjoni, drejt të tregoj kur punohet për mendime personale të çdo gjyqtari, duke përfshirë edhe mendimin edhe deklarimin të vetë kryetarit të gjykatës, për mua si gjykatës kushtetues me përvojë të konsiderueshme në institucione, nuk është shumë e heshme, nuk është e udhës, nuk është e rregullt të prononcojmë personalisht për deklaratat e tij. Deklaratat e tij janë deklarata personale të tij, ai me siguri se ka fakte me të cilat i mbështet ato deklarata, ato qëndrime, ato mendime, siç ndodh edhe me çdo gjykatës tjetër, edhe me mu si personalitet, edhe si gjykatës, që për mendimet e mi, kam argumentet e mia, që nuk do të thotë se çdo tjetër t'i pranon mendimet e mi. Por është evidente se kjo deklarat, pjesa e parë e deklaratës, ajo e dytë është edhe, të them, ma jo profesionale, jo e rregullt, jo gjyqtare, se në gjuhën angleze është në rregull të dihet edhe të kuptohet, me qenë se ndodh që të keshim ne në procedurë, po ju lutem ne nëse kemi në procedurë, jo vetëm persona që e njehin gjuhën angleze, por edhe persona të cilët nuk e njehin as gjuhën angleze, por njehin vetëm gjuhën arabe ose gjuhën kineze, edhe aty ne duhet të caktojmë në procedurat gjyqësore përkthyes që është e rregullt. A të theksohet edhe në veçanti të ceket gjuhë zyrtare, gjuhë maqedonase nuk është kontestuese,
por edhe gjuha angleze ata na shkalohet gjuha shqipe, është çështje që me të vërtetë bjen në sy. Meqense në Maqedoni ju lutem 2 gjuhë zyrtare në nivel të shtetit. Gjuha maqedonase dhe gjuha shqipe. Pikë. Kur gjykata kushtetuese si institucion kaq i rëndësishëm, sepse ndonjëherë e shohim si kushtetut edhe harrojmë që është akti më i lartë juridik i një shteti, është si themi është aja dhe zhëja e asaj se si shteti funksionon brenda për brenda, mirëpo nëse gjykata kushtetuese hedh poshtë iniciativa të këtij lloji, a mund të themi që vetë gjykata po shkel kushtetutën dhe ku të drejtuan qytetarët në këtë rast, nëse duan të ngrenë një procedurë sa i përket gjuhës shqipe, përderisa gjykata kushtetuese vetë hedh poshtë iniciativën? Po shgjoni është shumë pyetje me vend, ka peshë të veçantë, pyetja ju ka relevancë të veçantë, meqense këtë pyetje parashtrohen edhe në opinion. Edhe qytetarët e rëndom, qytetarët e zakonshëm, jo vetëm të etnikumit shqiptar, por edhe të etnikumeve tjerë, duke përfshirë të etnikumit Maqedonas. Me të vërtetë bie në sy se kur punohet sidomos për çështje senzitive të karakterit nacional. Edhe kur aty gjykata vendos me shumicë votash, pa votat e pjesëtarëve të etnikumeve tjerë, a punohet për të drejtat e etnikumeve tjerë, është çështje shumë e debatueshme, shumë e diskutueshme, por edhe shumë e kontestueshme, se vallë, si mundet tash me shumicë të miratohet një vendim, a vendoset për një të drejtë etnikumit tjetër. Edhe në drejtësi ekziston një parim. Ai parim ekziston edhe në kushtetut, prandaj do vitë te pyetja juaj se sa është atëherë vendimi i gjykatës kushtetues. Vendimi është legal meqense është siguruar nga shumica, atë ne mjerisht edhe për këto çështje më të rëndësishme mjafton të votojnë vetëm 5 vetë. Nga numri i përgjithshëm që numëron gjykata 9 antar, 5 antar të votojnë për ose kontra, vendimi konstatohet se është i sjellë. Por ne e mbrojmë tezën, pra ne për 2-3 çështje të kësaj natyre e kemi veçuar mendimin. Edhe ke mendimi jon i veçuar, i publikuar se kushtetuta neve na jep të drejtë. Gjykatësi i cili ju lutem shpreh dyshim në vendimin e shumicës, a ka të drejtë ta veçon mendimin, edhe vendimi i tij së bashku me vendimin e shumicës botohet në të njëjtën numër të gazetë zyrtare, edhe mendimet e juan të veçuar janë ne të ato vendime kemi theksuar. Drejt për drejt përgjigjen tash te pyetja juaj. Vendimi po është i sjell nga shumica, por nuk është legjitim. Edhe shkenca juridike ju lutem këtë tezë e mbron me akte dhe fakte të fuqishëm. Nuk mundet të më thonë me çdo vendim që sillet vetëm me shumicë, të cënohen të drejtat e pakicave, pa pëlqimin e pakicave dhe vendimi të jetë okay. Ai vendim nuk është okay. Ai vetëm nga aspekti juridik, rigorozisht juridik është legal se ka fituar shumicën, por nga aspekti i legjitimitetit të tij, ai nuk është legjitim. Edhe ato vendime ne këtë tezë kemi mbrojt, edhe kemi thënë edhe tash edhe në të ardhmen, edhe kolegët që do të vinë tash shpejt mbas meje, duhet ta mbrojnë tezën se ato vendime të cilat miratojnë me shumicë, a nuk janë legjitim, ato në shoqëri dhe për shoqërinë mund të prodhojnë vetëm efekte juridike të dëmshme, efekte juridike edhe politike të dëmshme për shtetin edhe për qytetarët, duke përfshirë edhe për vetë stabilitetin e shtetit. Ato vendime gjithmonë krijojnë pasoja, ju lutem. Nuk mund ato të përfundojnë pa pasoja. Qofshin ato juridike, qofshin politike, qofshin shoqërore, pa ma parasysh nga cili kanë vështrim vlerësohet efikasiteti i tyre, efekti i tyre dhe pasohet ato që i prodhojnë. Sa ndikon në shoqëri në përgjithësi, ky vendim i djeshëm, mendoni që do të prodhoj efekt të ndasisë, të ndjenjes së diskriminimit, sidomos tek shqiptarët, në momentin kur, siç thatë, vendoset me një shumicë e cila është maqedonase në gjykatën kushtetuese dhe vendoset kundër shumicës shqiptare? Gjatë kohë diskutohet për këtë çështje se
si duhet të anashkalohet, se është evidente se në qoftë se shtohet numri, shtohen rastet, kur gjykata kushtetuese në bazë nacionale edhe me shumicën e nevojshme, por shumicë e thjesht, përsëris, shumicë e thjesht, i sjell ato vendime që cekin në mënyrë të drejtë për drejtë ose të rthorazi, çështje konkrete nacionale të etnikupeve në Maqedoninë e Veriut, ato do të kenë ndikim, duam ose s'duam, në përgjithësi në marrëdhëniet shoqërore, a në kuadër të marrëdhënieve shoqërore edhe në marrëdhënie ndërnacionale. Atëherë ju lutem, situata nuk do të jetë e mirë për shoqërinë, për qytetarët, për të gjithë ne. Atëherë do të organet e shtetit, të gjithë organet e shtetit, kanë përgjegjësi se si duhet të vendoset edhe çka duhet të merret në drejtim. Ka e vedri tash propozime, mendime, shpjegime, se çështja e vendosjes në gjykatën kushtetuese duhet të rregullohet çik më ndryshe se sa që është tash. Disa pengesa juridike paraqiten në këtë pikpamje, në këtë drejtim. Gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut është e vetme gjykatë për të cilën nuk ka shteti ligj për gjykatën kushtetuese. Të gjithë shtetet tjerë, të cilat e kanë të zhvilluar edhe të vendosur gjyqësinë kushtetuese, parlamenti i tyre ka sjell ligj të veçantë për gjykatën kushtetuese, edhe për informimin e ju dhe të opinionit. Meqense tek ne gjykata kushtetuese është e vendosur duke filluar nga periudha socialiste, nga periudha e sundimit të së drejtës socialiste në të drejtën socialiste, do me thonë në socializëm. Prej në vitin 1963, kushtetuta e dytë me radh e ka sankcionuar çështjen e vendosjes së gjykatës kushtetuese. Edhe kushtetuta e 74-s, që ishte e fundit në periudhën socialiste, po ashtu e sankcionon në veçanti rregullimin edhe vendosjen e gjykatës kushtetuese, dhe çka është e rëndësishme. Me ato të dy kushtetutat ishte parapame që ligjdhansi të sjellë ligj të veçantë, edhe ligjet veçantë ne kemi pas. 2 ligjet veçantë kemi pas për gjykatën kushtetuese. Edhe me ligjin e vitit të kushtetutës të vitit 1963, edhe me ligjin të veçantë për gjykatën kushtetuese, konform kustetutës të dytë edhe të tretë faktisht edhe të fundit të asaj periudhe të vitit 1974. Tash me kushtetutën e re, e cila tash nuk është e re, ajo ka domethënë kushtetutë prej 1991 ose sjell deri tash 36 ndryshime ka, por asnjë ndryshim ju lutem nuk e ka parapar risin, a patjetër duhet futet në risi kushtetutë, që parlamenti konform kustetutës të sjelli ligj të veçantë. Kur parlamenti do sjelli ligj të veçantë, unë jam i bindur, thellë jam i bindur, se me atë ligj parlamenti dhe të rregullon edhe çështjen e votimit në gjykatën kushtetuese. Nuk mundet vallë gjykata kushtetuese të vendosi vetëm me shumicë të thjeshtë, me 5 antar, a para gjykatës kushtetuese parashtrohen iniciativa për kontestimin e ligjeve sistemor që sjell parlamenti. Ato dohen në 2 grupe. Në 1, ligjet sistemor që miraton me 2/3, minimum 2/3, që do të thotë minimum 80 deputet të votojnë pra, edhe numri i dytë, ose si thëmë, katalogu i dytë i ligjeve, është edhe më i rëndësishëm, është ai katalog i cili tash ka një risi kushtetuta, ligjet, të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë ose tërthorazi, cekin edhe prekin. Cekin, prekin dhe rregullohen çështje të karakterit nacional. Gjuha, kultura, historia, etc. Ato ligje të kontestohen para gjykatës kushtetuese dhe për fatin e tyre të vendosin vetëm për 5 gjykatës është nonsens. Prandaj më pëlqen fakti dhe përpjekja dhe propozimi dhe mundja dhe mundimi edhe i partive politike të bllokut shqiptar që kërkuan sa më shpejt të ndryshon
procedura e votimit në gjykatën kushtetuese. Ato përmendin futja e badenterit, le mos jetë futja e badenterit, le të përdoret në një tjetër shumicë, por kryesore tjetë shumicë, një shumicë me kualitativ më të lartë, me shumicë cilësore, ajo shumicë e thjesht me 5 antarë. Këtu është ju lutem ai problemi thelbësor që të vitet e pyetja dhe përgjigja që kam ndaj pyetjes të juaj se çfarë pasojësh mund të sjellin. Pasojët edhe tash ndiheni, lutem, që për çështjet nacionale miratojnë vendime në gjykat vetëm me shumicën e thjeshtë. Kjo nuk është më rregull. Edhe këtë për informimin e juaj, që son nuk kemi gjeshëm unë, edhe para se vitin e postin gjykatës, kur është sjell kushtetuta, kemi pas një debat me profesor me renome, kam marrë pjesë për shqiptarë vetëm unë, kur ka erdhur çështja e vendosjes në gjykatën kushtetuese. Edhe atëherë parashtrova pyetjen se duhet një numër të caktohet cilësor, shumicë cilësore, që gjykata kushtetuese të vendosë për këto çështje. Ato e pranuan, të gjithë e pranuan se nuk është më rregull me 5 vota të votohet për një ligj, domethënë sistemor. Por nuk dhanë përgjigje se kush duhet jetë e shumicë. Edhe sot e këtë ditë, ju lutem, janë të kufizuar se kush duhet jetë e shumicë. A e pranojnë se kjo shumicë nuk është më rregull? Të gjithë e pranojnë, unanimisht e pranojnë. Po zgjedhje konkrete nuk Por ka. zgjedhje konkrete nuk propozohen. Shumë shpesh diskutohet mbi besimin në gjyqësor. Gjyqësori është pushteti i tretë i një shteti, edhe në fakt ai i cili mundson në fund të vihet një rend në shoqëri, le të themi kështu. Sa mendoni që ulet besimi i qytetarëve në institucione kur ndëgjojnë raste të tilla, vendime të tilla, situata të tilla në një gjykatë e cila duhet ta mbron aktin më të lartë një shteti? Po shikoni, kur flitet për besimin të gjyqësori, në fillim për jo opinionin, për jo është e njohur, gjykata kushtetuese nuk i përket pushtetit gjyqësor. Edhe besimi ose mos besimi me plot të drejtë, ekziston mos besimi i qytetarëve ndaj gjyqësorit, mendohet për gjykatat e rëndomta dhe për prokurorinë shtetërore. Edhe është evidente se gjithë këta ndodhi që ndodhin në pushtetin gjyqësor, ky krimi organizuar, korrupsioni organizuar, asesi të liftohet, kjo ndikon dhe me thonë të qytetarët që ata të humbin besimin. Ka ardhë besimi 2%, unë jemi mendimin se do të zbrit ai besimi në zero, bile do të futet edhe në minus, kështu si që shkon. Por, gjykata kushtetuese edhe ajo mund të ndikon me veprimet e saj që të rritet ose të zvoglohet ai mos besimi ndaj gjyqësorit, se atëherë edhe neve na fusin te gjyqësori kur shohin se çfarë vendime sjell gjykata kushtetuese. Për informimin e juaj, një prej atributeve ose arsyeve që vendosëm që seancat të incizohen në mënyrë të drejtë për drejtë ishte edhe kjo, që ne në mënyrë të hapur transparenca të jetë prezente në gjykatën kushtetuese, në punën e gjykatës kushtetuese, edhe për opinionin të mbrenshëm edhe më të gjerë, që në një mënyrë të ndihmojmë edhe ne sa mundemi që të rritet ai besimi i qytetarëve ndaj gjyqësorit. Duke përfshirë tash edhe besimin ndaj gjykatës kushtetuese. Për informimin e juaj, ja ju lutem në të drejtën krahasuese komparative gjyqësore çfarë reputacioni ka gjykata kushtetuese. Në Gjermani, për të cilën shtetun kam konsiderat të veçantë, me qenë se Gjermania ka një gjykatë kushtetuese të përsosur, të zhvilluar, të përgatitur juridikisht. Besimi i gjermanëve në gjykatën kushtetuese të Gjermanisë është 80%. Kur gjykata kushtetuese Maqedonisë dhe të arri këtë përqindje? Asnjëherë.
Kjo është vetëm si shembull par excellence se çfarë besimesh në të drejtën edhe në shtetet tamë, edhe shtetet e perëndimit, mos flas edhe në Amerikë, dhe pse Amerika nuk ka gjykatë kushtetuese, po kompetencë e gjykatës kushtetuese ushtron gjykata supreme e Shteteve të Bashkuara. Çfarë besimi kanë qytetarët tek ato gjykata, a si ndodh çështja e besimit të në gjykatat e Maqedonisë, bile edhe të rajonit. Këto probleme që i kemi ne në Maqedoni, sidomos lufta kundër korrupsionit, krimi organizuar, ekziston gati ku më pak, ku më shumë në përqindje, por kryesore në përmasa brengose, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Serbi, edhe në Bullgari, edhe në shtetet të tjerë. Si rajon kemi probleme me këtë lloj të kriminalitetit dhe me besimin në këto institucione kaq të rëndësishme. Ne do shkëputemi për pak publicitet dhe do rikthehemi edhe për pjesën e tretë të emisionit, shkojmë me pak publicitet dhe rikthehemi për shumë shkurt. Ja ku po rikthehemi sërish në studio dhe në fakt deri më tani diskutuam mbi pozicionin e gjykatës kushtetuese në rendin ton, në sistemin ton juridik, por jo vetëm, dhe bëm ca krahasime numrat e të cilave realisht presoj që të arrim 80% besim në gjykatën kushtetuese edhe ne në Maqedoninë e Veriut. Gjykatës ne diskutuam mbi këto mangësitë e mëdha të cilat janë shprehur opinioni publik vetë më i din, mirë po opinioni e pranoi ligjin për këtë safe city, siç po e quajmë ne, apo ligjin për kundërvajtje me skepticizëm. Shumë qytetarë thonin që duhet rregulluar rrugat, duhet rregulluar infrastruktura fillimisht, apo pas na vinë neve ligje të tilla, po nga ana tjetër shohim një komunikacion shumë më të ngadalësuar me respektimin e shenjave. Më thoni pak, është vetëm i keq ky ligj apo jo? Shumë mire theksuat këtë çështje. Ligjin fjalë lutem ka edhe ato anët pozitive të tij. Edhe nuk është e rastit se ligji dhansi me propozim të qeverisë, me qenë si qeveria i propozon ligjet, u përcaktua ta sjellë këtë ligj. Me ligjin fjalë sankcionohet një numër i mirë i kundërvajtjeve që ndodhin sidomos në laminë e komunikacionit. Ligji në fjalë edhe benefiti kryesor që duhet të arrihet, nëse arrihet, mendoj se duhet të arrihet, është që të zvoglohet numri i fatkeqësive në komunikacion. Meqense me këto masa sanksione që parashikon ligji, edhe me këtë mënyrë edhe teknologji të zbulimit të kundërvajtjeve dhe kryerësve të kundërvajtjeve, ligji mundson të mos them që të eliminohet numri viktimave, numri fatkeqësive, jo. Por bile të shndrohet në një numër të arsyeshëm, të kuptueshëm, në një minimum prej minimumi. Pse kjo çështje është e rëndësishme? Vetëm nga aspekti shkencor, me qenë se këtë galamia civile kam studiuar çka ndodh me viktimat edhe me fatkeqësi në komunikacion. Unë kur kam qenë student, profesori i Landës, kur e shpjegonte, ju lutem, numrin e viktimave në komunikacion, erdhë në bazë shkencore, konform të dhanave statistikore, në atë kohë dhe në atë botë, dhe të tregoj se kush ka qenë ajo kohë, që për një vjet kalendarik, në tërë botën, nga numri i fatkeqësive në komunikacion toksor, ajror dhe ujor, ka qenë 100.000 viktima. Mbi 100.000 viktima. Sot, kjo ka qenë periuda para 50 vjetë dhe unë kur kam qenë student. Këtë lanë të ligjeroj unë. Edhe studentëve u tregoj me të dhanat dhe akte dhe fakte konkrete në bazë të statistikës botnore, se numri i viktimave nga komunikacioni për një vjet kalendarik në tërë botën është rrit në 3 milion viktima. Në këtë numër, ju lutem, merr pjesë mjerisht edhe një numër i madh i viktimave që ndodhin në Maqedoni nga fatkeqësitë komunikacion. Prandaj, edhe qëllimi i këtij ligji, esenca
brendia, përmbajtja dhe me thanë, esenciale është që të mundësuen, edhe zoj bje se këtu do të ketë pikpamje një arritje të duhur, të zvoglohet numri i viktimave, me atë mbrojt shëndeti njeriut, jeta njeriut, prana e njeriut. Këto 3 vlera mjaft të rëndësishme, a këta 2 të parat janë vlera të cilat edhe nuk mund të vlerësohen në para, në kapital, nuk mund të vlerësohen. Janë vlerët të cilat as mund të blehen, as mund të shiten. Atëherë do të kemi, do me thënë, një rezultat të duhur. Pa marrë parasysh ato mangësi tjera që... Por për ata mangësi tjera, unë jam mendimit se edhe këtu deshe ta përfundoj këtë çështjen e ligjit. Si konkluzione, ligjithanësi shumë shpejt do të korrigjon atë çështjen e sanksioneve, meqense një numër i madh i sanksioneve që i parashikon ligji tash për disa lloje të kundërvajtjeve në komunikacion janë sanksione goxha të larta. Në 2, ajo që është problem që e theksojnë veçanti, është e pashmangshme ligjithanësi, ju lutem, çështjen e procedurës në ligjin për kundërvajtje ta rregullon edhe për gjuhën shqipe. Zbatimi i gjuhës shqipe duhet ekskluzivisht të rregullohet edhe në procedurën për kundërvajtje, siç është e nevojshme, a parlamenti nuk e ka bërë atë, po unë akoma, edhe në procedurën gjyqësore, civile, penale, administrative. Në të 3 këto lamit ekzistojnë ligje procedural. Në të 3 këto ligje procedural, parlamenti është ai i cili, konform kushtetutës edhe obligimit që buron nga kushtetuta, duhet të bëjë edhe harmonizimin e ligjeve duke paraparë procedurën edhe në gjuhën shqipe dhe mundësinë, sigurimin e zbatimit të gjuhës shqipe në procedurat e përmendura. Derisa ajo nuk ndodh, ne mjerisht do të flasim, se vetëm nga aspekti juridik edhe në nivelin juridik e kemi të garantuar me kushtetut, gjuhën shqipe, gjuhë e 2 zyrtare në shtet, por në praktik mjerisht nuk zbatohet. Në fakt, për shumë tema me mysafir të ndryshëm, në këtë studio është thënë që ne kemi ligje, i kemi ligjet e mira në disa sfera, mirë po zbatimi tyre ligjeve nuk bëhet. Unë ju falenderoj shumë për kohën që ndatë sot. Ishte kënaqësi dhe për mu. Dhe shpresoj që në takimin ton të ardhshëm edhe ky ligj të ketë ndryshuar, por edhe qasja dhe zbatimi i kushtetutës të jetë i plot. Faleminderit shumë. Ju lutem. Ne këtu mbyllim edhe emisionin për ditën e sotme. Ju lëm takim patjetër që nesër në të njëjtin orar nga ora 15 deri në ora 16.